Burri i dha perëndisë të pasurisë një glënik uji. Zoti i pasurisë pa mirësinë e tij dhe vendosi t'i plotësonte një dëshirë. Burri tha se ishte vetëm një njeri i zakonshëm dhe dëshira e tij më e madhe ishte të fitonte më shumë para dhe të martohej me të dashurën. Zoti i pasurisë shqiptoi një magji dhe bekoi shishen e ujit të burrit. Pastaj u largua. Burri nuk e kuptoi se kishte fituar një fuqi të mbinatyrshme. Mori një glënik uji dhe në sekondën tjetër i erdhi një njoftim nga banka. Kursimet i ishin rritur me 8.000. Mendoi se ishte ndonjë bonus nga shefi. Pikërisht atëherë, e dashura e telefonoi dhe i kërkoi të dilnin për darkë. Së shpejti, ai dhe dashura arritën në restorant. Ai u dha dhuratë prindërve të saj, por ata e konsideruan shumë të lira. Fatmirësisht, e dashura e mbrojti dhe u shpjegoi, teksa burri u ul dhe piu pak ujë. Kursimet u rritën menjëherë me 20.000 të tjera. Në atë moment, motra e të dashurës hyri në lokal bashkë me të dashurin e saj, një djalë shumë i pasur. Babai i saj e priti me buzëqeshje dhe e lëvdoi. Pastaj filloi të tallej me burrin. Ky fiton 1 milion në vit. Po ti sa fiton? Më pas nëna tha se nëse ai donte të martohej me vajzën e saj, duhet të sillte të paktën 600.000 sipaje. I turpëruar, burri piu sërish ujë për të zbutur situatën. Kur kontrolloi telefonin, pa që llogaria i ishte rritur me 1 milion. Aty ju kujtua menjëherë magjia e Zotit të pasurisë. Ai e kuptoi se sa herë që pinte ujë, fitonte parë.